Sot ishte radha e provimit të tretë të maturës shtetërore ai në lëndën e matematikës. Edhe këtij provimi në Bashkinë e Shkodrës i nënshtruan mbi 1430 maturant. Sipas drejtueses së Zyrës Vendore të Arsimit, Brisela Kadia, edhe ky provim është zhvilluar në kushte normale dhe pa problematika. Është tashmë një proces që nuk ka patur probleme në organizim. Mund të themi që qendrat e provimit në fakt janë qendra që kanë siguri, edhe për faktin se janë qendra që certifikohen një natë më përpara, po edhe në mëngjes herët përpara se të zhvillohet provimi. Pra i bëhet një check të gjithë ambienteve të parashikuara për të qenë ambiente të provimit. Në fokusin kryesor të Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër për organizimin dhe mbarvajtjen e provimeve ka qenë mos lejimi futjes dhe përdorimit të celularëve brenda 6 qendrave ku po zhvillohen provimet e maturës shtetërore. Ambientet sigurisht janë të gjitha ambiente që kanë bllokues valësh, por sigurisht edhe përpara hyrjes në provim nxënësve u bëhet një kontroll me detektor në mënyrë që të kenë të ditur nëse kanë celular ose jo. Deri tani nuk ka patur shkelje të rregullores së maturës shtetërore. Provimi i radhës si maturës shtetërore do të jetë ai i lëndës me zgjedhje, i cili do të zhvillohet javën e ardhshme.